Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, urdhëroni. Po, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po, ndiko. Më thuaj. Po, përsa të ako të lisha të më zës. Në hynë punë të mandatet kërkuja që këna kanë morë më shafë, ka 34 vite që na kanë morë më shafë me këto mandate, me këtë politike, me këta politika në burë shumë minë punë. Po minë punë që atë dreshin bërë shumë. Aty në gazete kështë që ata që kanë punë në Itali, e dalin pension në Itali, morën 400 euro, i kështë aty, më duke që janë 4 milion lek. Në pension, që ka punu në Itali, kurse na shqiptarë që kemë punu në Shqipëri, në bëjnë në vend tonë, marrë 100.000 lek pension, për qatë dhe shi borë, shumë më burë. Jo, zotëri, të lutem. Nuk besoj se është ashtu krahasimi. Okej, duhet lexuar edhe shumë më sakt ai material, por është ideja që një shqiptar që punon prej 20 vitesh në Itali, në momentin që ai del në pension, se ai mund të kthehet edhe këtej apo mund të qëndrojë ndej, ato vite pune në Itali njihen si kontribute për pensionin. Ndoshta pensioni shkon aq diçka e tillë, por të paktën kjo është një ide kryesore e asaj marrëveshje Rama Meloni. Sepse edhe nuk njiheshin për pension. Po të kuptoj tani, po unë tani punoj në gazet në një farë mënyrë kur i thonë, edhe okej, një titull, një gjë, është edhe pak suggestionues. Por kjo është ideja e parë e asaj marrëveshje, që të njihen kontributet për efekt pensione. Po pse e gazet atë? Po më tani edhe ashtu mund të jetë ajo, po unë po të shpjegoj diçka. Po jo 4 milion lek, 400 euro. Ja, regjia... Ja, regjia në e përcjell edhe një gazetën Panorama. Ju lutem, kolegëve në regji. Pension 400 euro në muaj për ata që... Jo. Shiko, kur flasim me euro, nuk i themi të rejat vjetra si që kemi me lekun tonë. 400 euro janë 400 euro, nuk janë as të rejat vjetra. Ne kemi të rejat vjetra të gjënë, që e kemi krejt gabim. Sa bëjnë? 400 euro bëjnë. Po 400 euro bëjnë 4 milion lek. Po si 400 euro 4 milion lek? Kusht ka mësuar me këtë matematik? E dua gazetën të shoj, mja ku e ke? 400 euro. Po kusht ka mësuar me këtë matematik? 400 euro bëjnë 4 milion lek. Mirë. 400 euro bëjnë 400.000 lek. Ose më sakt 20.000 lek, për të qenë më të sakt fare. Po jo 4... Jepi të lutem se në ngatrove me... Ma thuaj. Kom edhe gjë tjetër për këta i shkërëministrin, për e mylli. Edhe kjo burë, më gjykohet këta, kjo kishtë gjithë djerëzit e vetë me gjykohet, 3 gjyqtarë, tha i kohët vetë këj Berisha, të shabat shumë më burë dhe parë, në me rëgjon dhe shligjon shabat të po. Më kesh për mua për dishat tjerë që punë e ime. Dakor, mirë. Faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën. Për i vërtetës se dje me batut një zotëri, tha kujdes ta xhepin, tha sepse kanë njësur vjedhjet brenda familjes, ai kishte pak me batut për këto ankimimet që kanë bërë Partia Demokratike, unë i thash nuk kam para fare në xhep, dhe për i vërtetës momentalisht nuk kam para në xhep, sepse kanë veshur kostumin, pra, le themi për të paraqituar në program, dhe nuk kam para në xhep, sepse me një kartë monedh që më ndodhej në xhep, do t'u tregoja, do ta bëja jo se ju nuk e dini, por për i vërtetës për ta bërë edhe për ta treguar që e kemi jashtëzakonisht gabim dhe është e tmerrshme fare, nuk e di, ndoshta kam themi të reja të vjetra. Çfarë do me thënë? Ne nëse marrim një kartë monedh që ne i themi 10.000 lek, që nuk ka lidhje fare, ajo shuma që shnohet atij është 1.000 lek. Ne i themi 10.000 lek. Unë nuk e kuptoj këtë. E zotëria tha, u ngatrua aq keq, tha 400 euro bë kanë 4 milion lek. Jo, pra jo, se me euro, ne prandaj shpeshherë i themi, ne du të përdorim edhe në media, ja dhe gazeta pse ka shkruar 400 euro. Se po ta shkruante 20.000 lek, që aq është shumë, në fakt, 400 euro bëjnë 20.000 lek. Me tonat ne do të themi të reja, të vjetra, një nga tres nuk e kuptoj. Ta themi, apo ta përmëndim, apo ta shqiptojmë, nuk disë të them lekun, monedhën tonë kombëtare, aq sa të shënohet në kartë monedhën e lekut. 10.000 leksh nuk është 10.000 leksh, është 1.000 lek.
Mirë mëngjes. Do ta tregoj ndonjë ditë, por nuk kam lekë në xhep për momentin.